Mirë se vini. Sot do të bëjmë diçka vërtet interesante. Ne do të marrim simbolikën e lashtë të vizorës masonike, bazuar në burimet tona, dhe do ta kthejmë në një udhëzues thelbësor hap pas hapi për të marrë vendime në këtë botën tonë moderne e shpesh kaotike. Është fjalë për fjalë një udhëtim nga mjetet e thjeshta të ndërtimit fizik drejt ndërtimit të vetë karakterit tonë njerëzor. Le t'ja nisim menjëherë. Gjatë kësaj analize do të kalojmë shpejt nëpër disa pika kyçe. Do të nisim me nga guri tek njeriu. Pastaj do të zbulojmë hapat praktik, matja e qëllimeve e ndjekur nga ekuilibri emocional. Më pas do të flasim për drejtësinë në marrëdhënie dhe do ta mbyllim me konceptin e tempullit të brendshëm. Le të fillojmë me pjesën e parë, nga guri tek njeriu, ose ndryshe evolucioni i vizores. Tani, për ta kuptuar thellësisht këtë kornizë, duhet të ndalemi pak tek mjeti që ndodhet pikërisht në qendër të gjithçkaje, vizorja. Burimet tona e përshkruajnë atë si një simbol filozofik të drejtësisë, ekuilibrit dhe disiplinës morale. Është një mjet që përdoret posaçërisht për të matur sjelljen dhe karakterin. Mendojeni pak këtë gjë, një mjet fare i thjeshtë që e kemi përdorur të gjithë në shkollë për të hequr vija të drejta, lartësohet papritur në një simbol të jashtëzakonshëm të harmonisë universale. Është një kujtesë e bukur që jeta jonë duhet ndërtuar me po atë saktësi dhe drejtësi. Dhe pikërisht këtu ndodh një zhvendosje intelektuale vërtet e mrekullueshme. Kalojmë nga arkitektura thjesht fizike tek vetë zotërimi psikologjik. E shihni, në masonerinë operative, fokusi ishte tërësisht praktik. Matja e gurëve fizik, krijimi i vijave të drejta, ruajtja e tyre proporcioneve perfekte të ndërtesës. Por, kur kalojmë tek masoneria spekulative, saktësisht i njëjti mjet merr një dimension krejt tjetër. Përdoret për të matur mendimet, për të kontrolluar emocionet tona dhe për të balancuar vendimet morale. Është një shëndrim absolutisht mjeshtror, ku ndërtuesit e lashtë morën artin e tyre edhe e hartuan direkt mbi mendjen e njeriut. Kjo na çon natyrshëm tek pjesa e dytë, e cila formon hapin e parë të udhëzuesit ton praktik. Matja e qëllimeve ose analizimi i mendimeve përpara se të hidhemi në veprim. Këtu nis realisht puna praktike. Logjika e këtij hapi është sa e thjeshtë aq edhe e thellë. Ashtu si një murator nuk do të niste kurrë të hidhte tulla verbërisht pa e matur hapësirën, ne duhet të ndjekim këta 3 hapa specifik për të shmangur kaosin në jetën tonë. Hapi i parë është të analizojmë mendimet tona me një ndershmëri të pamërësishme. Më pas, hapi i dytë është vlerësimi i drejtësisë së veprimeve që burojnë nga ato mendime. Dhe e treta, përmirësimi i vazhdueshëm i karakterit ton moral me kalimin e kohës. Sipas burimeve, nuk ka absolutisht asnjë zhvillim moral pa këtë lloj vetdieje. Nëse dikush mendon se mund t'ia anashkaloj këtë hapa, mirë, pasojat janë mjaft qarta. Pa matje të sakta, e gjithë struktura humbet harmoninë dhe ekuilibri prishet totalisht. Imagjinoni pak një godinë ku muret ju duken të drejta, por në fakt anojnë nga pak çdo ditë. Nëse ne nuk i masim mendimet tona mirë përpara se ato të kthehen në veprime, vetë struktura metaforike e jetës son bëhet thelbësisht e paqëndrueshme dhe gati për t'u shembur. E gjithë kjo ngre një pyetje më të vërtet sfiduese, dhe ja vlen të mendohemi pak këtu. Si mundet vallë dikush të mas karakterin e tij me një ndershmëri absolute? Të jemi të aftë të nënshtrojmë edhe sjelljet tona më të fshehta ndaj një standardi kaq objektiv nuk është as pak e lehtë. Të masësh veten do të thotë ta përdorësh këtë vizore metaforike jo për të gjykuar të tjerët jashtë, por për të korrigjuar me rreptësi atë që ndodh brenda në mendjen tonë, përpara se të manifestohet në botën fizike. Dhe kështu mbërrim tek pjesa e tretë. Hapi i dytë thelbësor i planit ton, ekuilibri emocional dhe balancimi delikat i arsyes me ndjenjen. Të gjithë e dim që jetojmë në një botë ku përballemi me një breshëri të vazhdueshme stresi, apo jo? Sfida e dytë e madhe këtu është mbajtja e balancës kur goditemi përdit nga këto forca destabilizuese. Shikoni me çfarë përballemi. Emocione jashtëzakonisht të forta e të pafiltruara, tundime që të vinë nga e paditura, konflikte ndërpersonale thellësisht komplekse dhe ato vendime me rrezik të lartë ku presioni është maksimal. Në një situatë të tillë ku interesat përplasen pa pushim, mbajtja e këtij ekuilibri është një luftë reale e përditshme. Pikërisht në mes të këtij kaosi emocional, vizorja hyn në lojë si kundërpesha e fundit. Ajo kërkon në mënyrë shumë të rrept madje një balancim total mes arsyes dhe ndjenjës. Duke bërë këtë, ne mund të shmangim ato ekstremet që sillin vetëm të lashe. Na ndihmon të sigurohemi që veprimet tona të mos drejtohen thjesht nga një impuls momental i papërpunuar, por nga një urtësi më e thellë. Ky është sekreti vërtet i vetkontrollit. Shikoni pak këtë ndarje sepse kontrasti është kristali qartë. Kur ky ekuilibër emocional është i pranishëm, gjithçka shkon në vendin e vet. Fitojmë një lloj harmonie universale, një vizion moral të qartë dhe një ndjesi të vërtet stabiliteti
dhe rregulli. Por, kur ky ekuilibër mungon, pamja është mjaft e zymt. Humbet qartësia morale, jemi një konflikt të vazhdueshëm dhe ai tempulli ynë i brendshëm fillon të rënohet. Në fundit, është thjesht zgjedhja mes një jete të udhëhequr nga rregulli dhe një jete të dorëzuar totalisht te kaosi. Le të shohim se si kjo reflektohet si jashtëmi me pjesën e 4, drejtësia në marrëdhënie ose thelbësisht trajtimi i të tjerëve me dinjitet. Këtu burimet na prezantojnë me një tjetër metaforë fantastike arkitekturore. Vija e shtrembër përballë vijës së drejtë. Vija e shtrembër përfaqëson çdo lloj padrejtësie, e cila kthen mbrapsht menjëherë harmoninë e marrëdhënieve tona, ndërsa vija e drejtë logjikisht përfaqëson atë respektin dhe ndershmërinë që krijojnë lidhje të vërteta vllaznore. Pika më e rëndësishme që theksojnë burimet këtu është se qoftë edhe një veprim i vetëm i padrejtë nga ana jon, është fiks si të vendosësh një gur të shtrembër në mur. Ajo të senon menjëherë integritetin e të gjithë strukturës sonë shoqërore. Dhe kështu mbërrim natyrshëm tek pjesa jon e 5 dhe e fundit, tempulli i brendshëm, i cili është në vetvete struktura përfundimtare filozofike. Pika thelbësore, ajo çfarë mban të gjithë këto udhëzues të lidhur bashk, është pikërisht ideja e këtij tempulli të brendshëm. Si një simbol i një karakteri të ndërtuar e të përsosur ndër vite, ai nuk mund të ngrihet kurrë, absolutisht kurrë, mbi një themel të kalbur nga padrejtësia, egoizmi apo impulsiviteti. Për të pasur vërtet një jetë të qëndrueshme, ne duhet të eliminojmë me çdo kush këtë sjellje thelbësisht egoiste dhe të pamatura nga i gjithë procesi i ndërtimit personal. Për ta ngritur këtë tempull ashtu siç e meriton, duhet të mbështetemi fort të tokatë shtylla kryesore, pa bërë kompromise. Urësia e thellë, një respekt i palëkundur, drejtësia absolute morale dhe vetë kontrolli total. Vetëm duke i përdorur këto si ankorim, njeri mund të veprojë në jetë si një gur i gdhendur me saktësi kirurgjikale, i cili e gjen vendin e vet perfekt brenda rendit dhe harmonisë universale. Dhe tani që po e mbyllim këtë shpjegim, dua t'ju lë me një pyetje thellësisht provokuese nga burimet tona. Nëse fillojmë ta shohim vërtet çdo veprim tonin të përditshëm si një gur të vetëm në këtë strukturë të madhe të jetës, atëherë sa të drejta janë muret që po ndërtoni sot? Kjo është fjalë për fjalë një sfidë hapur për të inspektuar vazhdimisht arkitekturën tonë morale. Faleminderit që ndoqët këtë analizë, shpresoj t'ju ketë dhënë një perspektivë të re dhe shumë praktike për t'u menduar gjatë ditës suaj.